Zotëri, shumë kemi një pyetje shumë thjesht si ne bëri Tela, po e bëri në një mënyrë pak tërcoras. Tha, kujt i shërbet me këtë, mos opozitës apo Edi Ramës? Unë do ta bëj më të hapur. Ka njerëz që mendojnë që lëvizja juaj shërben Edi Ramës. Hapur fare. Veçanërisht në këto momente kur qeveria është zhytur në skandale. Ju dini dhe kërëni një përçarje të PD, thonë shumë njerëz. Shkurt, mund t'ju thoni atyre pse? Absolutisht, përgjigje mund. Është ndryshe, nuk e ndihmoni, se në Se rast ndihmohet e drama, po ndoshta s'ke që bëndet tje. Po jo, unë të përgjigjem këtë. Përgjigju. Kush e ka këtë, të ma thot nga drejtuesit e partisë, sa kohë do se rriun ta rrëzojnë qeverinë, sa kohë duan, ta stopojnë ta. Ashtu ata mund mos rrëzojnë të rjetën? Atëherë, ky është Elbi. Pra, ne kemi 13 vite që presim do ta rrëzoj sot, do ta rrëzoj nesër. Kemi një element tjetër, o zotri, ata njerëzit që vinë do salla dhe që po i mbushin sallat plot, dhe që janë më shumë se sa do takimet që i bën gjithë partia, gjithë struktura e partisë bashkë me drejtuesit e partisë, janë njerëz që i shërbejnë të jenë Partinë Demokratike dhe duhet gjetur mekanizmi se si të përfshijmë gjithë atë energji që është në këto salla në takime. Pjesa tjetër, po pse si i shërbej Edi Ramës, sepse unë 3 çerekun e fjalimit e kam duke denoncuar Ramën. Në Korçë nuk e përmend në Peleshin këta, se kishin ca shokët e Peleshit që i kanë futur aty në parti. E dini ju që ata që ishin në sallën në takimin e Korçës të kryetarit të Partisë Demokratike, janë njerëz që i kanë familjarët e vetë dhe 2 kryetar grup seksioni që i kanë pas në fushat i kanë futur në punë në për bashki edhe në për institucionet e qeverisë apo jo? Pse se përmendin ata Niko Peleshin në Korçë, se po ta them këtu, nuk u përmend asnjëherë. Dini ju që Niko Peleshi është thuajse pronari i qytetit, emëron nga Pastrusja. Korçë? Nga Pastrusja deri tek këto. Absolutë, sepse ka kap edhe një pjesë Partisë Demokratike, është kthyer një klub shokësh. E dini ju që emërimi, o zotëri, e dini ju që 4 vetat në një moment caktuar, 4 personat që drejtojnë në gjitha institucionet e qytetit, kanë qenë 4 ortak në një dyqan caktuar. A di këtë di? Tani, i shërbej unë Edi Ramës që i them këto, apo këta që nuk përmendin fare ata dhe merren me mua? O zotri, si ka mundësi që çfarë do lloj skandali që ndodh këtu, del edhe shumë fishohet, është një zë tjetër që e thot, cili është shqetësimi, ta kthejmë pyetje unë për pyetje retorike. Ora, cili është shqetësimi që ka Partia Demokratike nga kjo, që po mblidhen njerëz për PD-n, pse unë nuk do bëj parti tjetër, do jem PD. Unë nuk e çoj të gjithë sa ka mundësi, unë gjithë energjinë e çoj kundër qeverisë. Por cili është shqetësimi i Partisë Demokratike? Ka vetëm një shqetësim. Shqetësimi i mbajtjes së kolltuqeve dhe t'i ngjiten kolltuqeve si balta pas kpucës t'i mbajnë kolltuqet me zor. Ju një gara aty edhe bëni gara dhe shkoni merrini votat e njerëzve bollë që ndruat me budalliqe. Me Andrin e kemi bërë debat atëherë dhe sot është pozita të kundërta. Ore, prandaj thashun që ka lënë manualin ish kryetari i partisë aty Basha. Këtë thoshte ai. Basha s'ka pasur manual. Jo, një sekond. Po them po mirë, po duket, po them ore duket sikur. Ore një pyetje kam. Hapte doktorin. Si e mori sot partinë? Të lutem, partinë zoti Berisha. Hapte doktorin. E mori duke taku njerëz apo duke i kërkuar leje partisë? Cila ishte qëndrimi se tani po bën të rikthem se nuk doja. Cili ishte qëndrimi atëre i PD-s që quhej zyrtare? Ky, që një sekond, ta përfundoj. Qëndrimi, po pritër zotri se un po dua të fus në po themin logjik debatin. Ore, a ishte ky qëndrimi atëre që pse po del Sali Berisha tani, sepse po i çon ujë Edi Ramës. A ishte ky? A ishte qëndrimi, ore, ku do të arrijë ky me këtë? Po ja pra arriti diku. A u përjashtua zoti Berisha atëre? U përjashtu. A do dhe atëre që quheshin që ja organizon, prit. Me qenë se është prapë të Elbasani, se është interesante, 4 vite para, në shtator 2021, foltoren e Elbasanit të zotit Berisha than e organizoj Suel Qela. Ore është moda mo. Dhe kam një pyetje. Kam këtë model kam këtë model. Kam një model politikën. Tani kam një pyetje. Një pyetje që por zotri, se debati publik thehet te këto cicmizet në njërë këtu, jo të parimet. Por zotri, ti ke shqetësim që partia e më rëndësishme opozitare, përveç se këtu është një qeveri që vjedh, që shkel ligjin, nuk mban përgjegjësi. Ti ke edhe një opozit që trajton ligjin sikur të jetë kështu, thotë, ky që mendon ndryshe është i përjashtuar. Ke ndonjë qendrim për këtë ti? Se thelbi është raport me ata që çfarë bëjnë pushtet, se ju po disi po trajtohet të gjithë këta që thonë këtë gjën, më trajton sikur jam unë kryetar partie
Dhe sikur ata janë opozit. O zotri, unë kam një mendim ndryshe. Ke parti njëri që për shkak të mendimit edhe për shkak se mbledh mira njerëz të dalë dhe të sulmohet më shumë se sa sulmojnë qeverinë. Ke parti kështu? Nëse ti thua kam modelin si që ka bërë zoti Berisha për balë bashkës, edhe këtej gjë do ndjek, po ty që pasaj ishte çfarë kosto e ka kjo? Kjo ka këtë gjë. Ke një shqetësim ti për këtë që ke dhe opozitë njësoj si qeveria? Se ky është shqetësimi. Ore, kemi qeverinë, kemi një njeri, një model në qeveri, të lutem, kemi një model qeveri që vjedh, përjashton, vendos këto, nuk pyet për spakun e banatesi do, asgjëson partin, tani përballë që të kesh një opozit. Ju, zotri, keni një shqetësim këtu për këtë? Gati çdo të hënë, zoti Rakiti këtë shqetësim e trajton të opozitës. Jo, po edhe unë e kam. Këtë shqetësim, se kjo nuk do thot çdo të hënë. Patjetër e kam. Ore, kur është përjashtu zoti Berisha në vitin 2021 e ke pas të qëndrim. Tani pse nuk e ke? Jo, unë këtë po të pyesja pra apo ndjek njëjtin model dhe ti the po. Përpara u shmangë kësaj përgjigje. Ore, shqetësimi, jo nuk thash po. E ke këtë shqetësim apo ta bëjmë debatin? Po, e kam. Debati publik është ky më. E kam. Ajo partia fiton një parti politike që është njësoj si qeveria. Përveç një ndryrje, ja të lutem, Vokshi, një moment dhe pastaj kalojmë në 2-3 pyetje të rëndësishme dhe po me sa më shumë ti koncentruar dhe me shof diçka të Saliani, ka një problem sikur flet me doreza, pra kursen shumë gjëra tek e folura. Po të humbë ndoshta njerëzit. Po pra, jo, nuk është çështje humbjes njerëzve, mendoj se fiton më shumë njerëzit nëse nuk flet me doreza. Tash ju jeni aty, un kam qenë dikur dhe kam dorëzuar atë kartën. Tani, shqetësimet e demokratëve kanë qenë këto. Pra, ka njerëz të cilët shkojnë në zonat elektorale, vetëm hanë drek si deputet, i fusin një 2 shishe verë dhe kthehen në Tiranë. Janë skualifikuar njerëz, djemë dhe vajza në gjithë Partinë Demokratike për shkak të interesave shumë klienteliste ose legve, dhe janë futur njerëz që nuk e meritojnë. Pra, i thoni do t'ju këto dhe diçka tjetër. Ku do në politikën botërore është shumë rëndësishme të dihet kush po vjen, kush po sfidon. Por ju është thonë gjithmonë që e solli Henry Qilin PD, është produkt i laboratorit të Henry Qilit, është i Sorosit. Pra, në thelb, në Partinë Demokratike ti kush je? Pra, të ka sjell Henry Qili me inkubator, pra ka qelur veza Henry Qilit, apo ke diçka, ke një histori personale, histori familjare, pra kush je? Pra duhen të dinë demokratët kush është ky personi. Ja të përgjigjem nga kjo e fundit. Kush është ky personi që po na sfidon ne këtë liderin e madh të demokracisë, të votës lirë. Pra duhet mendoj se është e nevojshme ta dim dhe ta dim njerëzit, pra kush po sfidon, ato ta bun. Zero lidhje, unë shikoj në profesion mund të ndodhë që të kesh kontrata apo kontakte me fondacione apo me gjë tjetër. Unë kam zero lidhje historike, asnjëherë nuk kam pas asnjë lidhje me fondacionin Soros apo me Sorosin. Zero. Nuk është se po të kishte ndodhur nuk do ta thosha. Kam pas zero lidhje asnjëherë. Unë nuk jam fut Partinë Demokratike nga asnjëri. As nga Henry. Por s'të ka thënë dhe Sorosi se ka njerëz që nuk i tret vet Sorosin. Po mirë, nuk ka rëndësi. Mund të jetë për të gjitha arsyet e mundshme, unë po them nuk jam.